Përshëndetje dhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit, pra jemi këtu në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Velani, ku edhe do të flasim për kancerin e qafës së mitës, ashtu siç e cekët pra edhe jo. Kështu që do të flasim se çfarë është duke bërë Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare sa i përket promovimit, themi, apo dhe vëdjesimit të vetë të rinjve pra në këtë aspekt, se sa është e rëndësishme pra që të dinë se çfarë lloj kanceri është ky dhe si mund të parandalohet sa më herët dhe po ashtu edhe që të merret pra edhe vaksinimi. Për të folur pak më shumë këto, i kam edhe Arita Punën, e cila është pra koordinatore e promovimit të shëndetësisë. Faleminderit shumë që pranuat. Përshëndetje, faleminderit edhe për ftesën. Atëherë, mjekët dhe infermierët familjarë kanë rol të rëndësishëm në promovimin e shëndetit, parandalimin e sëmundjeve përmes informimit, këshillimit dhe edukimit shëndetësor të popullatës. Me rastin e shënimit të javës parandaluese kundër kancerit të qafës së mitrës, profesionistët e kujdesit parsor shëndetësor kanë organizuar një sër aktivitetesh dhe ligjëratash vetëdijsuese edukativo shëndetësore që kanë për qëllim rritjen e vetëdijsimit të popullatës mbi rëndësinë e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës. Gjatë këtyre aktiviteteve është fokusi kryesor ka qenë në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e kryerjes së kontrollave të rregullta, për rëndësinë e vaksinimit kundër human papillomavirus, pasi që kanceri i qafës së mitrës është një ndër llojet më të parandalueshme të kancerit. Kanceri i qafës së mitrës, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është zëvendin e 4 në botë për nga shpeshtësia e kancereve të gratë. Mirë po me veprime parandaluese të duhura, siç janë vizita të rregullta ginekologjike, bërja pap testit dhe vaksinimi kundër human papillomavirus, ky kancer mund të parandalohet. Kanceri i qafës së mitrës është një tumor malin që zhvillohet në qafën e mitrës. Pothuajse mbi 95% të rasteve shkaktari më i shpesht është human papillomavirus, një virus i zakonshëm që transmetohet përmes seksualisht i transmetueshëm. Kështu që është rëndësishme që të bëhen bërja vizitave të rregullta ginekologjike, siç është kryerja pap testit, pasi që si të themi ekziston në gjatë jetës ekzistojnë shumë tipe të këtij virusi, human papillomavirus. Janë të identifikuara mbi 100 lloje dhe ato zakonisht ndahen sipas tipeve me rrezikshmëri të lartë që mund të shkaktojnë kancere dhe tipet me rrezikshmëri më të ulët. Vetë ndodh pothuajse shumica e individëve mund të infektohen me këtë virus. Mirë po varet prej tipit të virusit dhe atë naturalisht vetë sistemi imunitar e largon nga trupi. Mirë po infeksioni vazhdueshëm me tipet e human papillomavirus me rrezikshmëri të lartë, siç është tipi HPV 16, 18, mund të është shkaktar kryesor i kancerit të qafës së mitrës. Përveç kësaj, ajo shkakton edhe kancere tjera që i përfshin organet riprodhuese të djemt të gratë dhe burrat, duke përfshirë edhe kancere tjera anogenitale dhe orofaringeale, siç është edhe kanceri mund të jetë shkaktari kancerit të vulvës, vaginës, penisit, anusit dhe kancere tjera orofaringeale. Dhe për këtë arsye desha të lidhem që ka shumë rëndësi edhe vaksinimi kundër human papillomavirusit. Domethënë kjo edhe po bëhet tashmë kohëve të fundit, bëhet edhe për djema apo vetëm për vajza? Sipas programit nga shkurti i vitit të kaluar 2024 ka filluar, është futur në kalendarin e rregullt të vaksinimit, vaksinimi kundër human papillomavirusit për vajzat e klasëve të 6-ta. Kurse nga shkurti i vitit 2025 është futur dhe ka filluar edhe vaksinimi edhe për djemt e kësaj grup moshe, domethënë mosha 12 vjet, djemt e klasëve të 6-ta. Sa po i marrin, themi ashtu, sa po pranojnë edhe vetë prindërit, pra po lejojnë që të marrin fëmijët e tyre këtu? Po, është vërtet edhe sidomos, është vërtet se është një, si të themi, është një mbulueshmëri e lartë me këtë vaksinë. Në komunën e Prishtinës
rreth mesatari është 88% që janë vaksinuar djemt dhe vajzat e klasëve të 6 sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Dhe po pikërisht edhe qëllimi i këtyre aktiviteteve vetëdijsuese gjatë këtyre ditëve ka qenë informimi i popullatës që janë bërë në qendrat e mjekësisë familjare, ligjëratave vetëdijsuese edukativo-shëndetësore, jo vetëm për pacientët, qytetarët, komunitetin, po ashtu edhe për mësimdhënësit, për stafi shëndetësor, për prindrit të nxënësve, për të treguar për rëndësinë e vaksinimit kundër human papillomavirusit, si dhe për rëndësinë e bërjes së pap testit. Dhe kanceri i qafës së mitrës është një ndër llojet më të parandalueshme të kancerit. Po ashtu, është arrit një mbulueshmëri e lartë me këtë sa i përket vaksinimit kundër human papillomavirusit. Dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë e rekomandon në moshë të hershme, pasi që është një virus që transmetohet i zakonshëm, që mund të bëhet bartja përmes kontaktit lëkurë me lëkurë, lëngje trupore, si dhe mënyra transmetimit kur është mbytje dhe kanceri i qafës së mitrës është edhe përmes marrëdhënieve seksuale. Për këtë arsye, ajo vaksinimi kryhet në moshë të hershme, para se që vjen deri te paraqitja kontaktit intim. Në anën tjetër, kjo vaksina mbron edhe nga lythat gjenital, jo vetëm kundër infeksionit human papillomavirusit, shkaktar i kancereve qafës së mitrës dhe kancereve tjera të ndërlidhura me këtë virus që i thash më herët, po njëherët i mbron edhe nga lythat gjenital. Kjo pjesa që nuk e marrin, a ka ndonjë arsye apo thjesht nuk pranojnë që të marrin fëmijët e tyre dhe kështu që edhe e lojnë me kaq, apo do të detyrohen që të marrin të gjithë? Po kjo është kalendar në rregullt të vaksinimit. Në kuadër të programit zgjeruar i imunizimit e ka përfshirë nga Ministria e Shëndetësisë që në vitin 2023 është futur në kalendar në rregull të vaksinimit bashkë me vaksinën kundër pneumokokut dhe rotavirusit, edhe vaksinimi kundër human papillomavirus. Dhe është një fat i madh që ne kemi në vendin tonë, edhe ofrohet në kuadër të programit të zgjeruar të imunizimit për vajzat djemt e klasëve të 6, por mund ta marrin në baza vullnetare edhe djemt edhe vajzat nga grup moshra 13 në 21 vjet në qendrat e mjekësisë familjare. Me vonë se kjo moshë nuk mund të merret. Po, ka rekomandime të ndryshme të OBSH-s, po zakonisht për momentin mosha 13 në 21 vjeçare. Edhe mirret në qendrat e mjekësisë familjare, me njësi të vaksinimit, ku janë rreth 15 qendra të mjekësisë familjare që kanë edhe njësi të vaksinimit në kryeqytet, si dhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Pra, po flasim pak tashmë edhe për këtë qendër, pra ju jeni çdo ditë në këtë qendër, ndërsa ka edhe shumë pacienta, siç kemi biseduar edhe më parë, kryesisht ka qenë problem ndoshta mjeku familjar, sa po vinë pra këtu dhe të zgjedhin vetëm një mjek, të themi ashtu, qytetarët? Po, për zgjedhja e mjekut familjar ka rëndësi shumë të madhe. Mjeku familjar përcjell pacientin nga lindja deri në pleqëri. Edhe zakonisht edhe çështjet e edukimit shëndetësor, mjeku familjar i sheh me shumë entuziazëm. Në këtë rast edhe këshillimet, siç ishte java parandaluese kundër kancerit të qafës së mitrës. Në anën tjetër këshillohen edhe të gjitha vajzat dhe gratë nga mosha 21 deri në 65 vjeçare sipas rekomandimeve të OBSH-s që të kryejnë pap testin, që është një test i thjeshtë, një testim i cili bëhet zgjat pak minuta për shpëton jetë. Pasi që është fatmirësisht nëse ndodh ndonjë infeksion me këtë virus, pasi që 95% të shkaktorit kancerit të qafës së mitrës është human papillomavirus, zakonisht në fazat e para nuk ka simptome. Do më thonë, ajo kalon një kohë gjatë derisa të shfaqen simptomet e kancerit të qafës së mitrës, kur atëherë është veç stadi avancuar, që nëse ka ndonjë sekret shtuar vaginal, gjakderdhje pas marrëdhënieve seksuale, gjakderdhje mes cikleve menstruale, gjakderdhje pas menopauzës, lodhje, dopsie e përgjithshme e organizmit dhe embje në fund të barkut, atëherë këshillohen patjetër këta, konsultohen me mjekun familjar dhe duhet të bëhet ekzaminime siç është testimi i rregullt me pap test.
Dhe është më rëndësi që testimi ka shumë rëndësi se është bëhet një zbulim sa më herë që të bëhet zbulimi në fazat e jashtme dhe të zbulohen si të themi qelizat prekanceroze, atëherë ajo bëhet trajtimi me kohë dhe është trajtim më i lehtë dhe më i suksesshëm që të mos vijë me vonë deri te zhvillimi i qelizave kanceroze. Dhe për këtë arsye ju rekomandojmë vajzave dhe gratë nga mosha 21 deri në 65 vite që të kryejnë edhe pap testin rregullisht me shpejtësinë që rekomandon mjeku. Pap testi kryet edhe në qendrën e mirëqenies së gruas, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Po ashtu për të zvogëluar rrezikun e kancerit të qafës së mitres, duhet të bëhet e ditur që në këtë rast mjeku familjar luan rol kyç në parandalimin e kësaj sëmundje. Domethënë çdo grua duhet të di, në përgjithësi duhet të bëhet e ditur se që testimi i rregullt me pap test dhe vaksinimi kundër human papillomavirus parandalon mbi 90% të rasteve të kancerit të qafës së mitres. Dhe është një ndër kancerët më të parandalueshme. Në anën tjetër, e rëndësishme është edhe të zvogëlohen edhe faktorët të rrezikut që janë ndrimi shpesh i partnerëve, marrëdhëniet seksuale të pasigurta, të shmangën, po ashtu është më rëndësi edhe stili shëndetshëm të jetuarit, mos konsumimi i duhanit dhe ndjekja e kontrollave të rregullta ginekologjike, si dhe gjithmonë edhe nëse ka ndonjë infeksion seksualisht të transmetueshëm duhet të trajtohet, përdorja e marrëdhënieve praktikave të sigurta seksuale, gjitha këto janë faktorë të rrezikut që ndikojnë edhe në parandalimin e kancerit të qafës së mitres, krahas bërjes së pap testit dhe vaksinimit kundër human papillomavirusit. Kështu që e ardhmja pa këtë kancer është e mundur. Atëherë faleminderit edhe një herë doktoresh për këto informacione. Faleminderit edhe nga ju. Agnes, po besoj që ishin mjaft të qarta të gjitha këto këshilla që i dha doktoresha, kështu që me këto informacione po e kthej Linën në studio.